Më thuaj, lutem, si e fillimisht dhe nga telefonon? Unë jetoj në Zvicrë, telefonoj nga Zvicra e Magimi. Po, zotri Agim, më thuaj, lutem. Deshta, Eli veç më inkadru pak po habitem, po që ditëm me këtë popull, me këta njerëz tanë. Bili deshta më jo bo një pyetje, a dini jo me nga të regu qa bo me këtë popull? Ty mua, unë ty. Po, unë për veti s'po di që shmja zjedhë në kësoj pune, qa bo me këtë popull del njeri, qaj i parafundit, thët, i ka bo shumë, ka rezultatet mira, ka shliru Mitrovicën, e ka urën e Ibrit, tash e ka marrë, po ata kvori e bota perëndimore, fazi ka në dhonë gjitha, në falni se jam me kallë pak. S'është problem. Edhe këtu janë bo, ma shkurt faz, nuk o që është kjo e arritur e Albin Kurtit. Si përfundim, a duhet ta konstituoj Kurti qeverin pas pajtimit me LDK-n shpejt, më thuaj? Po Albin Kurti duhet ta konstituoj, po kjo nuk konstituohen, se shka kemi po këtu 7 vitet e fundit, këti i konvenon kjo gjendje, blokada, zgjedhje, nuk di unë pse i ban tu. Unë jam skeptik që ky njeri i ban me qëllim. Po. Edhe nuk çfarë di tash vetëm s'di qysh mund e përkrahet njeri që 7 vite asnjë arritur, që 7 vite izolim, sanksione, asnjë njohje, asnjë zhvillim ekonomik, rinia ik, urrëtie, përçarje, urrëtie me shqiptarë, urrëtie me perëndimin, acarim me shtetin që na ka kriju, me Amerikën, këto a marrin disa shumë e marrin e thojnë da Gjermat lajsh të kështu dhe më dha mori shumë lehtë këtë punë, po kjo nuk o lehtë. Po, mirë, faleminderit shumë për telefonatën, të uroj shëndet. Faleminderit, kaloshi mirë, inshallah i hapin sytë dhe zgjohen ky popull pak se janë fut me një humnere që nuk janë ka shohin, kanë po e votojnë, fare. Mirë, faleminderit. Mos po bëhet vonë. Faleminderit shumë, Kaloshi mirë, Eli, faleminderit për mundësinë që Gjithmonë.